وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhelle xhelaluhu. Vetëm ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet I dërgojmë profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun xhelle xhelaluhu I cili na ka mundësuar arritjen e këtyre ditëve të agjerimit, që na të I arrijmë e të agjerojmë, që lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu të pranon nga ne agjerimin ton, leximin e Kur'anit ton, namazin ton, dhikrin dhe gjitha ato veprat e bëra deri më tani, deri në këto dita të cilët I kemi arritur, siç dhe lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu xhelle xhelaluhu të na lehtëson përfundimin e ditëve në vijim dhe të përfundojmë ato dita me një kënaqësi ashtu siç Allahu xhelle xhelaluhu dëshiron nga ne dhe është I kënaqur. O vëllezër, padyshim se muaji I Ramazanit është muaji I bindjes dhe I adhurimit, muaji I pendimit dhe I kthimit te Allahu xhelle xhelaluhu, e që besimtari në këtë muaj I jep përpjekjen e tij ashtu që ai të përmirëson gjendjen e tij, të përmirëson gjendjen e tij me krijuesin e tij, e të përmirëson gjendjen e tij në marrëdhëniet e tij me të tjerët, duke u munduar që çdo gjë e cila është e ndaluar dhe ka tërhequr vërejtjen Allahu xhelle xhelaluhu që ai të shmanget të ndaluarës dhe të keqës, e duke u munduar që të kërkon halalin, të lejuarën dhe të mirën, e të largohet të ndaluarës, haramit dhe të keqës. Dhe mund nga kjo na lind interesi që na të interesohemi dhe të njoftohemi për disa dispozita sheriatike të cilët me të vërtetë është e obligueshme për secilin musliman që të dinë se çka ka në pikën e marrëdhënies së tij, ke ajo me vetveten e tij apo me të tjerët, ke ajo në hajen dhe në pijen e tij që të dinë se çka I ka lejuar Allahu xhelle xhelaluhu dhe çka I ka ndaluar Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe mu për atë vjen pra si rrjedhore e asaj të cilët jemi duke folur, sikur që folëm për disa të ndaluara të cilët I ka ndaluar Allahu xhelle xhelaluhu dhe ka ndaluar edhe shitblerjen e tyre, folëm për coftirat, ajo që vijon për të ditur o vëllezër që ka lidhje me hajen dhe pijen ton, e ajo është dispozita dhe vendimi sheriatik për shitjen e alkoolit, shitjen e verës, shitjen e rakis. Si qëndron çështja në këtë pikë, duke ditur se me të vërtet besimtarët e na e kanë të njohur dhe e dinë se kjo çështje dhe konsumimi I saj është një ndër haramet e mëdhaja dhe është nga ndalesat e mëdhaja të Allahut xhelle xhelaluhu,
për shkak se shumë qartë argumentet e Kur'anit fisnik dhe hadithet e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne i kanë sqaruar qartë dhe ne i kanë shpjeguar çështjet në të cilën kanë të bojnë në lidhjen tonë se çka kemi halal edhe çka kemi haram. E veçanërisht ato të cilët janë të dëmshme, ato të cilët janë të këqija, ne i kanë bërë haram dhe ne i kanë ndaluar, dhe ato të cilët janë të mira dhe të dobishme, ne i kanë bërë halal dhe ne i kanë lejuar. Këto Allahu xhelle xhelaluhu e potencon në Kur'an kur Allahu xhelle xhelaluhu tha kështu në suratul Maida: "Yes'alunaka madha uhilla lahum." Të pyesin tyje Muhammed sallallahu alaihi wasallam e çka ju ka bërë halal atëherë atyre, çka ju është lejuar atyre? Tha Allahu xhelle xhelaluhu përgjigj ju duke ju thonë: "Kul uhilla lakumut tayyibat." Thuaj, ju është bërë halal juve çdo gjë e mirë. Çdo sen çka është e mirë dhe e dobishme është halal për ju. Derisa Allahu xhelle xhelaluhu thërret të gjithë njerëzimin që ato të hanë nga hajet të cilët janë në tokë dhe të pinë nga ata të cilët janë halal, të shfrytëzojnë atë halalin dhe të mirën. Dhe i thirrë gjithë njerëzimin në Kur'an duke thonë: "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba." Tha, o ju njerëz, hani nga gjithçka çka është në tokë që është halal dhe është e mirë. E mos ndjekni hapat e shejtanit të cilët ai është armiku i hapur i juaj. E gjithashtu Allahu xhelle xhelaluhu na shpjegon në vëllezër në Kur'an se me të vërtetë se çdo njeri i cili ka një natyrë të pastër dhe besim të fortë, ai duhet ditur dhe dalluar se sado që të jetë shumësia e të keqes, ajo përsëri ngel e keqe dhe ajo ngel e dëmshme. Edhe pse ndoshta është me shumicë, edhe pse ndoshta shumë njerëz merren me to, edhe pse ndoshta shumë njerëz e konsumojnë ato, përsëri e keqja ngel e keqe dhe nuk barazohet me të mirën asnjëherë. Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an gjithashtu pra në suratul Maida tha: "Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kathratu al-khabith." Thuaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk barazohet e keqja me të mirën asnjëherë, po edhe nëse të mahnit shumësia e të keqes, edhe nëse habitesh me ata përdërusit e të keqes aq shumë, edhe nëse është e keqja e përhapur shumë, ajo nuk barazohet kur tha Allahu xhelle xhelaluhu e keqja me të mirën asnjëherë. Pra në këto ajete dhe si shembull i këtyre ajeteve o vëllezër, neve na jep një rregullore të fortë për secilin musliman dhe muslimane, që ta dimë dhe ta kuptojmë se në jetën tonë çdo send mbështetet pra në dispozitat sheriatike. Dhe se si qëndrojnë veçanërisht kjo lloj pije e cila e dim të gjithë dispozitën e saj, dhe se është e ndaluar dhe se është haram, por si qëndron dispozita e saj gjithashtu në argumentet të shumta të Kur'anit edhe të sunetit të pastër të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin të cilën e transmeton Imam Muslimi nga Abdullah ibn Umair radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përfshirë në ndalimin e cila është ndaluar, veçanërisht për pijen alkoholike, të gjitha ata të cilët janë pije dehëse. Çdo pije dehëse, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është haram. Hadithin pra e cekëm duke thonë: kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Çdo pije dehëse është verë, është raki, futet në emrin e quajtur pra alkohol apo raki apo verë. Edhe çdo verë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është haram dhe është e ndaluar. Allahu xhelle xhelaluhu tha është ai i cili i ka ndaluar këta gjëra, derisa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: faman sharibaha, kushdo i cili e pin ato në këtë dunjë
dhe ai duke qenë pastaj i varur prej saj, dhe nuk pendohet prej saj, tha nuk do të ketë mundësi që të pinë në ahiret nga ajo. Kur të gjithë e dim se Allahu xhelle xhelalu ka përgatitur lumej me verë në xhennet, që do të jetë aq i pastër dhe aq i mirë që të gjithë do ta shpresojnë që ta shijojnë ato, që as të shkakton kokëdhimbje e as që të shkakton dehje. E mu bërat tha pejgamberi sellem, "Faman shariba fi dunya famata wa huwa yudminuha", kushdo i cili e pin ato në këtë botë dhe ai vdes pastaj dhe ai i varur prej saj vazhdimisht dhe nuk i pendohet asaj, le ta din tha se i bëhet haram që ta shijon ato më në ahiret. Po edhe nëse do tjetë prej xhenetlive, mos të kesh mundësi të bëhet haram për shkak se ti e ke shijuar ato të ndaluar në këtë botë, ta kesh haram pastaj të pish nga ajo në ahiret. Gjithashtu o vëllezër, tregon e transmeton prej Muslimi nga Xhabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, i cili tha se erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Xheishani i Yemenit, dhe e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për pijen e tyre të cilët ato e kishin dhe posedonin një pije nga Misri, që ato e quanin tha el mirzru, mizr e emri asaj pije. Pejgamberi Allahu direkt e pyeti si qëndron efekti i saj. Wa muskirun hu, a është nga pijet dehëse, a është dehëse ajo? Tha po, i dërguari i Allahut, është dehëse ajo lloj pije. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelle xhelaluhu e ka bërë haram dhe e ka ndaluar pijen alkoolike, pija dehëse. Derisa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, tha kushdo i cili pin nga pijet dehëse, e ka marrë Allahu xhelle xhelaluhu një beslidhje të tij që kushdo i cili do të pin pije dehëse, an yusqiyahu min tinatil khabal. Kushdo i cili do të pin një pije dehëse, që të jep Allahu xhelle xhelaluhu të pin ati në ditën e gjykimit nga lloçi apo nga bolta e prishur e xhehenemit. E atërë të pranishmi thanë, ja Rasulullah, çka është kjo tinatul khabal, kjo bolta e prishur e xhehenemit, çka është? Tha pejgamberi sellem, ai lloç ajo bolt, tha është min araqi ahli an-nar au isaratu ahli an-nar. Tha është nga djersët e banorëve të zjarrit të xhehenemit, apo nga qelbi i shtrydhur i varrave të banorëve të xhehenemit. Pra ai i cili e ka shfrytëzuar në këtë dunjë, ai i cili e ka provuar në këtë dunjë, ai i cili ka shkelur këtë kufit e Allahut xhelle xhelaluhu në këtë dunjë, pijen dehëse, cila do emër të jetë në to, le ta dinë se ky është hadithi pejgamberit sallam që na sqaron o vëllezër se një ditë do të vjen që ati tha Allahu xhelle xhelaluhu ka marrë beslidhje që të jep të pin nga lloçi i prishur, nga djersët pra të banorëve të zjarrit të xhehenemit dhe qelbi i tyre. Dhe se shumë hadithe të tjera të cilët o vëllezër neve na japin të kuptojmë se cila do të jetë lloji i saj dhe emrat e ndryshme të saj, të gjitha futen në të ashtu quajturën pije dehëse. A ke me emrin verë, a ka emrin raki, nuk e ka emrin raki, a quhet kështu, a quhet ashtu, të gjitha pra futen në të ashtu quajturën se Allahu xhelle xhelaluhu e ka llogaritur nga haramet e mëdha. Derisa në ajetin përfundimtar të cilën Allahu xhelle xhelaluhu e solli për pijen dehëse, për verën, për rakin, për alkoolin, Allahu xhelle xhelaluhu tha, duke na treguar se është një ndër haramet e mëdha. Dhe tha kështu: Ja ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allahu xhelle xhelaluhu tha, o ju që keni besuar. Në këtë rast ju drejtohet atyre të cilët kanë besuar,
duke thonë dijeni se vera, bigjozi, putat dhe ato shigjetat të cilët i kanë gjuajtur për fat, tha të gjitha janë të fliqura. Najasun fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Janë të fliqura, të papastra, largojuni atyre, shmanguni atyre nëse dëshironi që të shpëtoni. Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-'adawata wal-baghda'a fil khamri wal-maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salat. Për arsye se shejtani dëshiron tha që të fut armiqësi dhe urrëtitjen mes jush në rakin, në verën dhe në bigjozin. Dhe se padyshim se këto janë dy elementet të cilët mas shumë ti mbijellën armiqësinë mes njerëzve dhe urrëtitjen mes njerëzve. Si bigjozi nëse luhet, si dhe rakia nëse pihet, të fut deri në ato që të urrëhesh mes veti edhe të fut deri në armiqësinë mes veti, edhe tha Allahu xhelle xhelalu wa yasuddakum an dhikrillah wa anis salat. Të pengon, bëhet shkak që të pengon nga përmendja e Allahut xhelle xhelaluhu edhe të pengon nga namazi. Dy pika kryesore që na i tërheq vërejtjen Allahu xhelle xhelaluhu e që na duhet të i dijmë vëllezër se me të vërtetë janë nga ato elementet e këqija të cilët i ka ndaluar Allahu xhelle xhelaluhu dhe nëse konsumohen janë me të vërtetë shumë të rrezikshme. E mu për ato vëllezër, dietarët pastaj folën duke të buar hadithet se si qëndron çështja e atij i cili thot dikush po unë nuk e pi, por unë e shes apo e blej apo e barti ato. Unë e bëj tregti me to. Padyshim se qëndrimi sheriatik, vendimi sheriatik i koncenzimit të muslimanëve është se pija alkoolike, raki, verë, të gjitha që futen në to, për shkak se kjo thamë është një haram në veti, për shkak se është haram në vetveten e saj. Edhe se kjo ndalohet dhe shitblerja e saj, dhe konsumimi i saj. Tha Imam Kurtubi rahimullah, të gjithë muslimanët janë një zëri se kjo është ndaluar dhe shitja e saj është ndaluar. Gjithashtu tha Ibn Muflih rahimullah, tha shitja e alkoolit dhe blerja e alkoolit tha janë të pavlefshme me koncenzimin e dietarëve dhe të muslimanëve. Siç dhe katër shkollat juridike të njohura, Hanefi, Shafi'i, Maliki dhe Hanbali, të gjithë janë në dakord se i është ndaluar shitja e alkoolit, blerja e alkoolit, transportimi i saj, përdorimi i saj, për arsye se vëllezër është një haram në veti. Dhe për këtë argumente të tilla për në ndalimin e shitjes së saj, kanë ardhur argumente që dietarët kanë vendosur kapituj, dhe na shkurt mundohem që ta cekum, që ta kuptojmë se me të vërtetë Imam Muslimi rahimullah në kapitullin e tij në libër vendos një kapitull që shkruan hukm bejul apo tahrim bejul khamr, dispozita e ndalimit të shitjes së alkoolit. E pastaj bjen hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të Ebu Said al-Khudriut radhiyallahu anhu, i cili tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një herë në Medinë duke mbajtur hutbë, tha ndëgjova duke thonë dhe duke na u drejtuar dhe duke na thonë që të kemi kujdes, Allahu xhelle xhelalu vazhdon se ajetet për ndalimin e alkoolit kanë ardhur të shumta edhe me faza, tha vazhdon Allahu xhelle xhelalu që të na sqaron neve të këqijat e alkoolit derisa të vjen ndonjë urdhër përfundimtar. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kushdo i cili e ka me vete në shtëpi, mos ta pin, por nëse e ka le ta shet apo të ketë domethënë ndonjë fitim. Tha nuk kaloj një kohë derisa erdh pastaj urdhni i pejgamberit Allahut me ajetin përfundimtar dhe pastaj përsëri tha pejgamberi Allahut na u drejtua duke thonë: o ju besimtar, le ta dini kujt i ka arritur ajeti i Allahut xhelle xhelalu për ndalimin e shitjes dhe konsumimit të alkoolit. Tha edhe nëse dikush ka diçka nga alkooli në shtëpinë e tij, mos ta pin ato e as mos ta shet ato. Para mendova vëllezër.
Gjithë kjo pra neve na jep të kuptojmë le ta dimë se ndalohet konsumimi, ndalohet shitja, transportimi i saj, se është haram me argumente shumë të qarta dhe të pastra. Sikur që gjithashtu e sjell hadithin Imam Muslimi të Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha një herë ju është prun një enë me verë. Edhe pejgamberi Allahut e pyeti tha, nuk e din ti se këtë ka bërë haram Allahu xhelel xhelalu? Tha nuk e di të i dërguari Allahut, i përshpëriti tha dikuj afër aty një shërptorit vet, e i tha pejgamberi Allahut, çka i përshpëriti këtu mshet këtij? Tha i thash që ta shese atëherë. Ta heqë ta shese, bëj si është haram. Pejgamberi Allah tha innal ladhi harrama shurbaha harrama bay'aha. Ai i cili e ka bërë haram pijen e saj, e ka bërë haram dhe shitjen e saj. Ebu bratë vëllezër, derisa Imam Buhariu rahimullah dhe ai ka vendosur një kapitull në librin e tij duke thonë tahrim at-tijaratu fil khamr. Ndalimi harami në tregtin me rakin me verë. Është ndaluar o vëllezër me argumente derisa sjell hadithin e Aishës radhiyallahu anha që pejgamberi Allahut ta kur zbritën ajetet e fundit surës Bakara i tha hurrimet aleikum at-tijaratu fil khamr. Ju është ndaluar juve, ju është bërë haram dhe tregtia të bëni tregti me raki, me alkool dhe me verë. E gjitha kjo na bën të kuptojmë se ndoshta dikush mund të thotë po une nuk e pi, po ka ardhur shanca tash ta transportoj, ta baj, ta çoj te ai, ose t'ja ndihmoj, ose t'ja servoj. Bënja mend këtë hadith përfundimtar në këtë pikë, edhe të gjithë e dim pra dhe e kuptojmë se me të vërtet është shumë e rrezikshme dhe konsumimi i saj edhe shërbimi i saj. Pejgamberi Allahut në hadithin të cilën e transmeton Abu Davudi, nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu tha: "La'ana Allahu al-khamra." Allahu xhelel xhelaluhu e ka mallkuar vet rakin, vet atë alkoolin, verën e ka mallkuar një herë. Pastaj tha, e ka mallkuar Allahu xhelel xhelaluhu wa sharibaha wa saqiha wa ba'iha wa mubta'iha. E ka mallkuar Allahu xhelel xhelaluhu dhe pirsin e saj. E ka mallkuar dhe atë që shërben ato, që jep dikujt të pinë. E ka mallkuar tha Allahu xhelel xhelaluhu dhe shitsin e saj dhe blersin e saj. E ka mallkuar asiruha wa mu'tasiruha. Atë që do ta shtrydh ato, do ta përgatit dhe atë i cili shtrydh për dikant tjetër. Unë nuk e pi, po ja baj atij tjetrit. E ka mallkuar tha Allahu xhelel xhelaluhu dhe atë që shtrydh për dikant tjetër. Tha wa hamilaha wal mahmulatu ilay. Dhe atë që e bart dhe atë ai që do ta bart. Pra në 10 forma Allahu xhelel xhelaluhu e ka mallkuar rakin në veti, pijet alkoloike të cilat janë të gjitha në veti, edhe atë që e pin dhe atë që e shetë, që shet për dikan dhe që ban për dikan, të gjitha janë derisa në hadithin Ibn Majahs pejgamberi tha dhe ai që e han e konsumon dhe çmimin e saj. Në ka shanca, ki kujdes o vllai dashur musliman që të i ruhesh ti harami, e për fat keq të musliman në këtë muaj të bekuar të Allahut e gjin restoranet iftar ban, prononi musliman është e shef të radhitura shishet e rakis për rreth. Pse po duhet patjetër? Duhet patjetër e shtin veten tonë në mallkimin e 10 formave të cilët i ka mallkuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atë në vete ka mallkuar shitsin, ka mallkuar shërbysin, bartsin, atë që bart, atë që shtrydh, atë që shërben dhe ato të cilët e bart për dikan, të gjitha pra futen në këto të rrezikshme, në cila është shumë e rrezikshme, që me këto ja vlen o vëllezër që të njoftohemi shkurt pra për këtë haram në veti, për të cilën ka shumë argumente për to. Këto pra ishin ato argumente të shkurta dhe të fjalëve të dietarëve shkurt të sqaruara, që ta dimë se me të vërtet është një ndër ato pijet e ndaluara dhe të këqija, por është dhe nona e të keqes. Duhet pak të folmi inshallah për njohjen se si qëndron nëna e gjitha të këqijave është alkooli. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.